Ndërsa shumë njerëz zgjedhin të kënaqen në plazhe në rrezet e diellit, një vajzë gjeorgjane po stërvitet intensivisht të realizojë një nga stilet e lashta gjeorgjane, ato të notuarit me këmbë dhe duar të lidhura. Ana Lominadze synon të kalojë Dardanelet me një notë të tillë. Ajo është vetëm 17 vjeçare, por mjaft guximtare për sfiduar një maraton të tillë 5 kilometrshe, nga krahu evropian i ngushticës së Dardaneleve deri në fortesën detare në Kanakale, në pjesën aziatike të Turqisë. Lominadze tha se ishte frymëzuar për këtë iniciativë nga trajneri i saj, profesori Henri Kuprashvili, i cili ishte njeriu i parë që e kaloi ngushticën para 10 vitesh. Ka shumë njerëz të cilët kanë përshkruar Dardanelet me stil të lirë noti, por kur kuptova se kisha një shans për të krijuar një rekord të ri dhe duke e ditur se mund të fitoja, fillova stërviqen. Dua të bëm dhe gruaja e parë në botë që përshkruan ngushticën dhe jam e vendosur të arrij këtë. Lominadze befasoi edhe miqtë e saj për këtë vendim kur nisi stërvitjet intensive 2 vjet më parë. Edhe ata nuk e besojnë se si një vajzë mund të kapërcej me duar dhe këmbë të lidhura Dardanelet. Por 17 vjeçaria është boll kokfort në qëllimin e saj. Përkundrazi, e sheh këtë maraton si një shans për të provuar sfida të reja. Nuk ka shanse që të mos e arrijë këtë garë sepse unë gjithmonë i realizoj qëllimet që i vendos vetes, por edhe nëse dështoj do të filloj stërviqjen për një sfidë akoma më të madhe. Dua të përshkruaj ngushticën e La Manshit. Trajneri i Anës, Henri Kuprashvili, i cili kryeson Federatën Kombëtare të Notit në Gjeorgji, thotë se stili kolkian me duar dhe këmbë të lidhura i ngjan lëvizjeve të delfinit. Me përshkimin e mundshëm të Dardaneleve, ai thotë se stili i lashtë gjeorgjan do të njihet në të gjithë botën.